Ai person që I bën të lehta gjërat e vështira është vetëm mësuesi. Mësuesi, aty ku mbjell dijen, mbjell dhe dashuri. Mësuesi është ai I cili hap një derë dhe ti duhet të hysh në të. Arsimi është qelsi I suksesit. Mësuesit kanë një ndikim të qëndrueshëm në jetën tonë. Mësuesi është si një qerim, konsumon veten e tij për të ndritur rrugën e të tjerëve. Mësuesi pret përjetësinë, kur u të thuhet se ku përfundon influenca e tij. Mësuesi I mirë është ai që na mëson nga zemra dhe nga libra. Nëse do të krijoni statuja për njerëzit e rëndësishëm, krijoni për mësuesit. Ata janë herojtë e shoqërisë tonë. Jam ku I kudimri e një pranvera, si festat e bukura të rekatin dhe tjera, të marsin për mësuesit dhe të marsin për nënën. Njëra gjana e dhije dhe tjetër kam gjithë për nënën shumë e dua sa nuk e të rëtën. Se ndaj ka mësuesi ajo kërse kërë, ka zemra ime vogël, tajin shumë për ime, gëzuar nënë dashur, gëzuar Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur këtë ditë të shënuar për të nderuar dhe respektuar dy figurat më të rëndësishme të jetës sonë, nëna dhe mësuesi. Janë dy figura që na shoqërojnë në çdo hap të jetës, me mirësinë dhe dashurinë e tyre. Ne, fëmijët dhe nxënësit e tyre, duhet të tregojmë mirënjohjen e thellë dhe dashurinë për ta. Një lule apo disa vargje kanë një domethënie të jashtëzakonshme për këta njerëz të jashtëzakonshëm. Në këtë ditë të veçantë, ju urojmë ju, mësuesit tanë, gëzuar 7 marsit. Mësuesit janë modeli më I mirë për ne nxënësit. Janë ata që bën shoqërinë tonë më të garantuar, duke I dhënë asaj standard. Ju falenderojmë për përkushtimin që keni treguar dhe vazhdoni të tregoni ndaj nesh. Mësuesit dhe nëna dhurojnë pa kushte dashuri, dije, mbështetje, ndihmë dhe përkushtim. Jeni njerëzit më të shtrenjtë e më të mrekullueshëm që gjenden në jetën tona. Do të ndjek poezinë me titull Mësuesit e fshatit, të shkruar nga Ismail Kadare. Ftojmë në skemën duar trokitje Laurën. Në kryqe danë gjadeve, ditët e shtuna dalin shpesh, dhe zgjatin dorën nga makinat, her 2 nga 2, her veç e veç. Por shpesh ata që janë në brënda, me njëri tjetrin shkëmbejnë në fraza. Si shumë pretendime kanë më shokujani këto vajza, dhe janë ata që bëjnë zhurmë, që kanë për vete 40 gojë, që shkruajnë letër presidiumit për një kuzhinë po t'ju mungoj. Dhe ato presin makinën tjetër, atje në rrugë, atje në shi. Ato të urta gjerë në dhembje, të thjeshta gjerë në madhështi. Tek presin java që kaloi, ju kujtohet si në ty, klasa me nxënësit, gabime që përsëritën në hartim. Në mbrëmje radio dëgjon njëra, tjetrës në mendje I vjen sërish, shikimi I fotoreporterit që ande kaloi rastësisht. Koha e fejesës I ka ardhur, dikujt ndoshta I shkon çdo ditë. Pluhur I shkumbësit, vello e bardhë, u bie mbi supe e I trondit. Po zmërin ato botën në këmbë, në komitet, në ministri, ato të urta gjerë në dhembje, të thjeshta gjerë në madhështi. Faleminderit. Me 7 mars 1887 u hap në Korçë mësentore shqipe, dhe pse në kushte të vështira kontaloi mësimi gjuhës shqipe. Ajo qëndroi e hapur për 15 vjet. Drejtuesit e saj ishin figura të njohura të rilindjes kombëtare, si Paneli Sotiri, Petronini Luarasi e tjerë. Në kujtim të hapjes së kësaj shkolle që përbënin ngjarje historike, 7 marsi u zgjodh dita e mësuesit. Mësuesit kanë një ndikim në jetën tonë, sepse na edukojnë për në nderuar të ardhmen. Përpara jush e të vini me një esa. Të dashur mësues,
të shkruajmë për ju është shumë pak krahasuar me ato çfarë na keni mësuar në këto vite. Ju nuk jeni vetëm mësuesit tanë, por edhe udhërfyesit që na ndihmojnë të ndërtojmë të ardhmen tonë. Tek ju kemi parë çdo ditë durimin, përkushtimin, dijen, respektin, përgjegjësinë dhe dashurinë për të na mësuar. Ju jeni njerëzit më të dashur për ne. Prindrit tanë kanë besuar tek ju, duke lënë në dorën tuaj të ardhmen tonë. Dhe nesër kur ne të dalim në jetë, suksesin tonë do t'u dedikojmë ju, punës së palodhur, këshillave tuaja. Do të jeni gjithmonë modeli më i mirë intelektuale, që bën çmos që dijen e njohurit t'u apërcjell nxënësve duke ndërtuar kështu një të ardhme më të mirë dhe vlera morale. Prandaj sot ne nxënësit tuaj ju urojmë me gjithë zemër gëzuar 7 Mars. Faleminderit për mundjen dhe dashurinë që na dhuroni çdo ditë. Me kalimin e viteve të shkollës, kemi mësuar shumë, jemi pjekur, kemi marrë njohuri dhe kemi vendosur për qëllimet e mëtejshme në jetë. Kjo është e gjitha falë mësuesve tanë. Dhe doja t'i falenderoja të gjithë për punën dhe pasionin në këtë profesion të nderuar. Nxënësit tanë guxojnë të prekin dhe fushën e humorit. Ata do të sillin një problematikë aktuale të shkollave dhe ka të bëjë me kodin e veshjes. Le të ndjekim humorin klasa. Jam e vogël, por e ëmbëljan, sytë kam të zjarr. Jam e vogël, jem si zënata për këto flokë të gjata. Shëndet, Suzi! Qo! Ku me të këshutimi? Shkolla zysh, pse nuk është shkolla këtu? Shkolla këtu është, ndërsa diskon e ke jashtë vajzë. Zyshe, falë, po nuk qëhet disve, qëhet pak. Oskar, qeve thash? Po si vetë këshutimi? Hestu. Ku vetë këshutimi? Minifon? Po pra, minifon. O zyshe, po nëse kjo është minifon, atëherë Tanja t'i pëlqen fare. A shumë, Zyshe, falë prapë, po në pa nësë njëherë nuk qëhet minifon. Oskar, qeve thash ti? Ka parë ju të mësi këtë nga shpia? Mami ime? Po pra, mami jotë. Mami ime nuk I fut hundët në punë të tjerëve, zyshe. A shumë, po të shojnë nësë dhe klasë është këshu. Drejtorit? Ahmeta, ma thi pak drejtorit të lutem. Tani! Si jeni, mami Suzit? Ah, mami Suzi! Po, mami Suzit. Keni ardhur fix në kohë. Po, sa mëra vesh lajmin, erdha sigur isha në shtëpi. Shikoj si ka ardhur jo të bi. Po, edhe unë për këtë kam ardhur. Pajti ku ti mi? Si e vetë që kështu ti mirë? Sa herë të kam thënë? Sa herë? 8 herë, ma, vetëm 8 herë. Vetëm 8 herë thot, turp. Po pse ti nuk je turp fare? Pse mi vajza ime je ti? Vajza ime është kjo? Turpi zoti, s'ke faj. Shikoj mi shoqet e tuja sa bukur e mbeshur. Shikoj, ja, ka lezet. Shikojni prindin ju, se ma prindin të një zë ju. Mi largoha të flok shpejt. Majsh dhe atë gjaket? Ja, kështu ka lezet mi mov, kështu me rajër, se djesitër pasaj dhe ftohet. Dhe I hyni ftohti nga të 4 anët pastaj. O zyf, e drejtori. Drejtori? Nja! Si jeni drejtor? Si ja kalu? Mirë. Qa problemi kishe? Për uniformën zoti drejtor, se shikoj si ka ardhur. Qa klasë është të? Ajo nuk është të klasë, është mami Suzi. Kjo kënej majtas? Ajo është Suzi, kjo është mami Suzi. Si jeni drejtor mami? Nja! Për uniformën zoti drejtor, se shikoj si ka ardhur. O, ti të nejtë ashtu? Pra e qitë forqën e. Kujdesë mos shket me I trasë kalme. Kusht ka thënë ty ma me pantalonën krisë në shkollë?
Mos fol. Sa herë kam thënë? Sa herë kam thënë për pantallonat e këtij? Vetëm 5 herë, drejtor, vetëm 5 herë. Oh, vetëm 5 herë? Rrotullo. Stop. Me qipën në dori pas këtë keqen përsori? Water resistent janë? Yeah. Ktheu. Po si mardje me pantallonat grisë në shkollë? Kush je ti? Mos fol. Do me na i prish reputacionin shkollës. Po ne jemi shkolla ma mirë ditë, mër. Dhe pastaj ka prindër që mendojnë që... Që jemi një shkollë pa rregull. E mendojnë edhe këta, e mendojnë drejtore. Më falni, unë po largohem, si dhe shlam dhe ju pa mësim. Ju lutem, prisni pak. Po, patjetër. Kam një propozim për ju. Po? Komiteti i prindërve të nxënësve tonë dëshiron që të krijojë një asamble. Dëshironi që të merrni pjesë? Po, patjetër, me kënaqësi. Kënaqësia do ishte imja. Me prisni të zyrat, sa t'jeni i thirr 2 minuta. Mirëpafshim. Dhe kështu pra se që thanë drejtori, unë nuk dua mas një vajzë të më vimi një fund edhe dje me pantallona të grisura. Qartë. Zysha, Pa, drejtor. është hera e parë dhe e fundit që më ndërpret nga takimi me 2 prindër të mrekullueshëm që kisha në zyrë për minifundra apo për mama Lara. A more vesh? Merr një rrokën kot. Këshillat më të vlefshme për jetë dhe do të vi e interpretuar nga ju mjeshtërisht nga Dita. E mirëpresim. Në mundsh ta ruash arsye. Kur bota humbet fillin, e fajin ty ta hedh, dhe vetes ti besosh. Sa herë tek ti dyshojnë të përfillin, por edhe dyshimet drejt ti gjykosh. Në mundsh të rish në pritje pa u lodhur. Kur të urrejtje mos të shesh. Madje ndaj shpifjeve, të rish edhe pa folur. Me thjeshtësi me to, pa rënë desh. Në mundsh të mendosh, por jo gjerë shkatrim. Të ndrosh, por jo robë ndrimesh. Dhe ti trajtosh një lloj e pa dallim. Nga dhenim me shparalim, burim mashtrimesh. Ndurofsh do thënjet e tua të drejta. Në kurthë për tradhtarët, kopukët të t'i kthej. Ti shohësh të thyera gjërat e tua më të shtrenjta. E prap ti ndërtosh, me vegla që nuk vlejnë. Në mundsh tradhtarët ti kthesh. Ti mundesh. Në mundsh ti mbushësh 2 minuta aq të rënda e vepra që peshojnë dije. Nëse armiku ose miku s'të bën dot të vuash, por gjithmonë të çmon, përveç sa meriton. Në mundsh të rish në pritje dhe kurrë mos dorëzohesh. Mos kiash një dyshim, se jotja do t'jetë bota me çka brenda dhe burr do të jesh. O biri im. Faleminderit. Një vallë me motive mirëditore do të sillen për ju nderuar publik, vajzat e klasës së 10, që dallojnë për talentin e tyre në fushën e ngërcimit. Ju mirëpresim me duar tërkitje. Gëzuar festën e nënës, mirënjohje dhe dashuri pa fund. Nëna, qenia më e bukur në botë, është ajo që na solli në jetë, na edukoi dhe na frymëzoi për jetën. Nëna, ti je jeta, je shpëllim, ti je mbrëmja, je agimi, je fjala më e ëmbël në botë, më del nga goja jo veç kur kam ftohtë. Mes dashurisë pa rreshtur në rrit, ti e qiri që bën dritë. Duaje dhe respektoje në, jepi dashuri dhe lumturi. Koha nuk kthehet më pas, ajo meriton gjithçka në këtë jetë që kemi. Me vargjet mjaft të tjera të Dridora Agollit dhe Agim Doçit, kushtuar nënës, do të vinë me interpretimin e tyre Algerta dhe Kristi. Me duar trokitje i ftojmë në sferë.
Stepano, pas veç lonë që dalën nga më të trisa, e sjellë në brek të shtratë të sistemi. Futi poshtë dhe rritish, futi qiellin dhe nxitës, futi plagën në shëroj, vetëm nëna. E fut ballin qeli gule, e fut kushën me pekure. Fut ajo i nati sule, vetë nga nëna. Themi nën kur atër zemra, dhe kur së është buzqesh dhe rëndra. Së është nënë e dashurive, majt nga dhëmbja. Nina nana në përkundish, dora saj e barë si kishme. Vetë nga zoti e nga nëna, qele tjeta. Hapi saj i letë si fudur, kur në dhëmbje vjej pare. Zare saj ashtë shumë i bukur, zëmë të dekren nga vade. Një tjetër poezi kushtuar nënës do të vijë interpretuar me shumë emocion nga Alesja, e ndjekim. 20 vetë ne ishim, 20 vetë ushtar, një cigare kishim, kush me ndez ma par. Djeli na përvlonte, etja na kisht tha, nga cigarja zdojshim, as njani me unda. Një zëri vendosëm të hidh një lotari. Kjo nuk është prallë, mos t'ju vi që di. Ai që do të shkruante emrin më madhështor, ati do t'ja linin cigaren në dorë. Të gjithë ran menime, nuk ishte fort e lehtë, emrin më madhështor cili kish me gjetë. Muam qeshi ftyra, gjeta emrin nan, mendova cigaren, mu do malan. U lexuan letrat, nuk kisha fitu, sepse 18 nan kishin shkru. Shikuam njëri tjetrin, ftyrat shprehnin mall, e ndezën cigaren, e thithën me rrall. Dielli mos përvlonte, etje lam më njan, zemra ta i galtonte, emri dashtë nan. Është shkrenga që të të ndjekim të interpretuar nga Debora, e cila të të na emocionojnë me zërin e saj melodios. Kur një zot një pëllum në shikoj,
prishni ëndrat, janë të veçur shumë. Mos lëndoni rëna, syrin e pa gjumë, të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anën pan. Të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anën pan. Mos ja prishni lumturin, mos ja prekni dashurin, as kërkush mos ta provoj, se nëna si u lejoj. Fjalla nën kudo në botë, zgjon në zemër dashurin, mirë mëngjes jetës i thar, se nëna linj i ri. Kjo dorë që t'undi djepi, gjithë botën e gëzoj. Faleminderit. Ti, oqeani pa fund lutjesh dashnie, që përgëvet pa praf fluturimet e mia. Janë këto vargje të shkëputura nga poezia, në dimension hynor, që të sillet para jush e interpretuar me shumë dashuri e plot ndjenjë nga Dita e mirëpresë. Nan, dimension hynor, dhurat lumnie e jeti nan, në plekset në ty qiellit, e lind koha, në rahjet reja zemrash zvogla, andra që ishin mas pari, shohin drit në ftyrën tane. Nan, monument lumnie, reze buzëqeshjes tane, bie po shtushëm mbi shpirtin e trazuar. Rëzohen kolona trishtimin prehen. Sa e omël fjala jote, butësisht e lehtë si flak, mbi delat venosën tjetës, veniten klithjet e mendimeve. Abetare e durush me hapash, ma e nalta shkollë e shpirtit, pentagram mi qetë këshillash. Sekret, thesar sekretesh, harmoni tinguish në simfoni pranverash, kumbim shprese, heshtja e zanit tanë. Nan, ku gjehen gjyra me përshkru një aromë, ku gjej fjallë që të meritojnë në nan, ti oqeani pa fund lutjesh dashnie, që përgëdhen pa praf fluturimet e mia. Krijesa ma e bukur e atit, ti që din me dasht për te vetit, ti që din me dhan pa prit me marr, ti që jeton e vdes sa herë vrapoj. Nan, ti e shtrenjta, e pa qmushmja, e pa mbarumja, pasë njek ti shpirtit vorfën pa ty, o fryma e frymësime, ti që mbet pa zemër që unë t'kem dy, ti që veç me mirësin më blot. A mund është ti mamës me qanë? A mundet një ju me papa hanë? Si mundet pa ty me t'i ngluë një kanë? Tempull i shenjt i faljes. Nan, t'falun kërkoj për rrudhat e hishme, qërzimet e mia ballin ta kanë gdhen. T'falun kërkoj për flokët e bardha, nga teri i gabimeve t'mia e t'mara. Mimozat e kryt pranverave t'mia, i lutem Zotit për ty t'mi pranoj, që e freskët të mbes për gjitha motat. Ajo buzëqeshja jote hynore, Nan, faleminderit. Do të ndjekim të interpretuar përmes sonorit një episod të shkëputur nga programi më i ndjekur televiziv, Big Brother VIP.
Wow, sa bukur jeni bërë. Gjiban, Gjesti, Ekli, Loredana, Josi, wow. Njoni më i bukur se tjetri Ledion, mashallah. Ledion, sot dhe kam u kry kolaci, kam u kry çdo sen. O Gjesti, sot kemi në venim të fort, Balbona Josi, po kemi kohë derisa të vije brumi. Po Josi, po hajnë herë, si e kalojmë me babën e Loredanës takimi që shkoj. Po ku je Mërjoz Shina, po si Mërjoz 2 metra djallë, 57 centim ke veç dorën, si nuk ja dhe dorën babit Lori. Me thënë të drejten, nuk u ndjeva dha aq mirë, pasi me erdhi befas, por më ngeli peng që nuk e këndova dot këngën. Pse po më qërtoni, zotria juaj, vajzën tënde e dua, dhe për të vuaj. S'ka probleme jo, se gafa jemi, njerëz vetë. O Ledion, si fillim shumë faleminderit për takimin me babin dhe dua t'ju them edhe diçka tjetër. Ka tash një javë që vetëm ham gjëra të ëmbla. Na sillni më djath lope, se kene pa djath lope. Tu hangër gjëra të ëmbla ditë për ditë. Po mira Lori, se do ja sjellë çfarë ta kesh nevojë, edhe djathtin edhe kuleçin e Gjestit. Mos bahaj gare o Ledion, se kulasi kanë veç për vete. O Gjiban, se ka që herë shtë mëre? O Ledion, kam një problem shumë të madh. Valbona as nuk rë me mu, as nuk më flet mu. Po çfarë kam bëma, pse s'u flet mu? Po pse më Gjiban vetëm me ty do rriun? Po çfarë kam bëma? Unë nuk pajt ndihesha comfortable. Unë jam njeri me kulturë, pse s'rë me mu? Po jo Gjiban se s'do rri vetëm me ty. Do rri dhe me Gjestin për shembull. O jo me Gjestin. O Ledion, a ti si sham ka bëmë mu Gjesti? Po hama Valbona, çfarë ka bërë? Ma grisi fotografinë e Josit. Shefe si po si fëmijë kopshti. Gjiban, kujdes mikrofonin. Jo, se kam fare kujdes mikrofonin. Gjiban, kujdes mikrofonin. Pse ta kem kujdes mikrofonin? S'jam të thënë asnjë gjë të keqe. Gjanat që tham unë janë të vërteta, okay? Kujdes mikrofonin thot. Hey, zëvërsht. Mirë, tani të ta kalojmë një temë tjetër, jo më pak të rëndësishme. Ledion, kam diçka shumë të rëndësishme për të thënë. Se me vërtet jam lodhur shumë. Dua t'ju them këtyre banorëve që duan të m'ulin se janë miza përpara meje. Se unë e marr trurin, e vendos në dorë, e përpëdhet dhe e fus prap. Jam nivel Super Saiyanur. Wow, Igli mirë që një këtë të sigur. Ledion, unë mendoj se Igli është një për të qenë dy, sepse pa dy nuk ka një. Wow, Neda, sa bukur e theket, më e shumë bukur. E dëgjova atë që thej Neda, po sinqerisht Neda, unë kam mendimin tatë, ti ke mendimin tatë. Arbër, po ti normal se kemi në gjuhë mirë, se me gjithë ato versh si ke ti, do të me gjuhë ma shumë se në tjerë. Banor, unë dua që Josi dhe Valbona të vendosin veç. Erdi koha e eliminimit. O Ledion, a u ban kulaç ta mia as e ke hallit? Gjesi, po, edhe kulaqit e tuave, edhe djathtin Loredanës një asjeve. Atëherë, si pas votave të publikut, mes Valbonës dhe Josit, banori që e sot e shtëpinë, duke hequr përfundimisht dorën me shpinima, është Josi. Me vjen keq, po, me të dalësh. O jam kingi? Kushtuar nënës sigurimin e dashurisë dhe jetës, do të vijë Gerta me esën e saj. E mirëpresim. Nëna, dashuria më e madhe dhe më e pastër. Nëna është qenia më e shtrenjtë në jetën e çdo njeriu. Ajo është burimi i jetës, forcës dhe i dashkurshisë së pakushtëzuar. Që nga qasti kur vim në këtë botë, ajo na mbron, kujdeset dhe na mëson të ecim në rrugën e jetës. Nuk ka fjalë që mund ta përshkruajmë plotësisht madhështinë e nëna, sepse dashuria e saj është e pafund dhe e pakusht. Ajo është një pranverë e përhershme, plot ngrohtësi dhe butësi, me një buzëqeshje
që të son shpirtit tonë. Me një përqafjem, na bën të ndihemi të sigurt. Me duart e saj të ngrohta dhe zemrën plot dashuri, na mëson vlerat më të rëndësishme të jetës: mirësinë, durimin dhe forcën. Nëna është melodia më e ëmbël, drita që na ndriçon rrugën dhe sakrifikon për ne. Nëna është dhurata më e çmuar që jeta na ka falur. Le ta duam, ta respektojmë dhe ta vlerësojmë çdo ditë, sepse ajo është bekimi më i madh që mund të kemi. Për nënën me gjithë zemrën. Një këngë ritmike vjen tani për ju nga Devora. Le ta ndjekim. Fjalët e Nën Terizës nuk mund të mungohen në efekt si kjo. Si nëse i referohet vendit, Nën Terizë zënë zemrat e shqiptarëve. Dhe do na pret me fjalët e Nën Terizës, Alesia.
doni që të dini për mitësinë time? Po ja, të flasër sa më pak për veten e mos përzihesh në punët e botës. Të pranosh edhe të kundërshtojnë, edhe të reflektosh. Të kapërcesh gabimet e tjetrit dhe të mos kërkosh për kujdesje të veçantë. Të përgjigjesh me guxim kur të ngacmojnë, por dinitetin e kërkujt të mos e prekësh. Të mos vërtasësh edhe kur ke të drejtë. Të kërkosh më të vështirën e jetë. S'di që them, kjo pak a shumë jam unë. Bashkësia ime është mirimi. E ta dini atyre që nuk u afrohen dot, të infektuarve, atyre që kanë rënë me spislëku dhe plagëve, atyre që nuk dalin nga shtëpia se nuk kanë që të veshin, atyre që dërgjën rrugëve dhe ndjenë që po vdesin, atyre të cilët nuk mund të bëjnë asgjë, kanë harruar se janë dhe njerëz. Ditë e Zotit, jeta e tyre është e imja nga që s'jetojnë. Bota e tyre është e imja nga që s'kan botë. Mëkat, o Zot, mëkat, të mos kujdesësh për tjetrin, të mos falësh dashuri, mëkati më i madh. Nuk ka gjë më të shëmtuar, as sëmundje më të rëndë, se të mos shikosh te tjetri vëllan motrën tënde. E Zoti për më tepër që përkujdeset për të gjithë. Varfërin nuk e ka dhënë Zoti. Jo, ne kemi krijuar atë. Po, unë e ti me egoizmin tonë. Prandaj jepja, falja botës pjesën tënde më të bukur. Nuk do t'jetë e mjaft, do t'a shpërderojnë. E shënë si ka, jepja, dhuroja pjesën tënde më të bukur e do të ndihesh shumë i lumtur. Vërtet, ajo që bëjmë ne është një pikë ujë në oqean, por pa këtë pikë, diçka do t'i mungojë ujanës së madhe, se atë që e bën ti, unë ndoshta nuk e arri dot. E atë që e arri unë, ti ndoshta nuk e bën dot. E kështu krijoj më të mirën e jetës, më të bukurën botë. O Zot, të falenderoj për të gjithë muslimanët, hinduistët e miqtë e mi të shenjtë që jam në mes të tyre. E kur takohemi në lutje, ti na bën të krishterë më të mirë, musliman më të mirë, hinduist më të mirë. Fal na o Zot dhuratën e besimit që të kuptohemi njëri me tjetrin. A ty jap një këshill? Po, më mirë të ndizni një qiri se sa të mallkoni errësirën. Si ka thënë Mahatma Gandhi, trëndafili nuk ka nevojë të përdikohet. Aroma është përdikimi i tij. Si shumë po vepron që flargun e paranët tona. 12 shtatore, figurat më të çmuara, do doja t'i kisha në Shqipëri, e patjetër 12 të tjera në Kosovë, që morgeshat e mia të luteshin për të larguar të keqen nga vendi ynë. Dua të kthehem në Shqipëri për të shërbyer më të varfërve të gjakut tim. Gjithmonë jam lutur Zotit që paqja të vi tek ne. Zoti e ndihmoft Shqipërinë, e Zoti e ndihmoft e shpëtoft gjithësinë. Do të ndjekim një valle nga nxënësit tona, që është dhe më tepër bukuria e kësaj skene. I mirpresim. Faleminderit që na ndoqët. Gëzuar 7 marsin dhe mirë takofshim në aktivitetet të tjera.